Një debat tjetër ka ndodhur mes Gjestit dhe Egli, të cilët nuk po bëjnë paqe, pavarësisht se banorja ka një javë që është rikthyer në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Egli i tha Gjestit se nuk shkon të flas me të, sepse pikë së pari i takon atij që të flas me të, dhe e dyta, sepse sipas saj, ai do t'ia përdorë më pas këtë gjë. Gjesti e mohoi këtë gjë, por Egli i tha se e ka bërë këtë gjë, prandaj dhe ajo përfundonte duke qarë. Pse nuk po vjen ai momenti për të diskutuar, apo duhet dhe pak, ta mbash një çik të vloj gjëja. O Gjesti, lëri këto gjëra me mua, se po qahesh që s'të jap unë mundësinë të flasësh, të kam thënë që ditën e dytë këtu, kur të duash hajde, se të takon ty të vish të unë. Se po të vi unë do ma përdorësh. Do thuash erdhi prap kjo të unë, po më rri të koka. Ja e sheh, nuk rri dot kjo pa mua. E ke bërë, prandaj përfundoja duke qarë, i tha ajo. Gjesti e mohoi këtë gjë, por Egli i tha se e ka bërë këtë gjë, prandaj dhe ajo përfundonte duke qarë.